Këto janë vishë tërëllime, mashtrime. Gabimi është pak më i madh se sa Ministria nuk i kishë nëshulli 16 licenta. Pasi u tërhoq licenca bashkë me 15 mësimdhënës të shkollës fillore të mesme të Ullët Skënder Kastrati në Radost të Rahovecit, Drejtoria e Arsimit e ka quar në komision disiplinor Elmi Krasniqin, drejtorin e shkollës. Inspektorati e Arsimit u ka dhënë afat 2 muaj që të marrin masa ndaj tij. Kjo pasi e ka inspektuar shkollën dhe ka gjetur shkelje ligjore të procedurave të vlerësimit të performancës së mësimdhënësve. Në proces verbalin e inspektimit që e ka siguruar Kallxo.com tregohet se nuk i ka gjetur vlerësim të performancës drejtorit të shkollës, kurse ai thuhet se i kishte vlerësuar 11 mësimdhënës me pikë të njëjta, 3 me nga një pikë më shumë e njërit nuk i shkruajnë pikët. Drejtori Krasniqi ka mohuar këto, ndërsa nuk ishte në dijeni se DKA e ka quar në komision disiplinor. Jo, njëjtë, lloj çufe ka vënë performancën aty inspektimin që kom bo hospitimin një orë, çufe ka pas gjendjen, ja kam vënë hospital. Me 49 pikë, 47 pikë, 40 pikë, drejtori shkru në rregullore që ka të drejtë ja vënë arsimtarit. Pikët unë nuk mund t'ju garantoj se si janë vendosur, sepse nuk ka marrë pjesë në atë proces, por që sipas drejtorit kësaj shkolle, këtu kanë ndodhur vetëm gabime teknike, procedurale, do të thënë nuk janë ndjekur hapat e nevojshëm për licencim. Sipas zyres ligjore, gabimi është pak më i madh se sa e te kalon me fjalë kompetencat e drejtorisë komunale dhe ka rekomanduar që t'i drejtohemi komisionit disiplinor. Pse mungojnë formulare e vlerësimit të performancës drejtorit? Formularët, unë tash nuk e kanë ndjek, do me thënë hapat e rregullt, nuk kam informacione pse mungojnë ato. A keni pyet drejtorin? Nuk kemi pas rast me, do me thënë, kaq në detaje të lëshohemi, por që në të premten kemi edhe një takim. Ne kam thirrur një takim me drejtorat. Inspektorati ka konstatuar se secili mësimdhënës është vlerësuar me totalin e pikëve nga 25 pikë, kur janë vëzhguar në një orë mësimore nga kolegu, por nuk është shkruar se kush kë e ka vlerësuar. Këto janë vishë tërëllime, mashtrime, që kanë dashur me nxjerr këto në krejt shkollat e Kosovës to janë shue. Sikur me pasqen do të thotë të dhonat e gabuara, Ministria nuk i kishë nëshulli 16 licenta. Krasniqi dhe 15 mësimdhënësit po vazhdojnë punën e tyre në shkollë, ndërsa pritet të vlerësohen për ta përtrirë licencën e karrierës në mësimdhënie. Sipas Morinës, në këtë shkollë janë 31 mësimdhënës gjithsej. Drejtori Morina tha se e kanë krijuar të martën më 20 janar 2026 edhe ekipin komunal për vlerësim të performancës së mësimdhënësve, i cili është rekomanduar nga inspektorati.